Sepse ndryshimet kushtetuese nuk bëhen sipas individit. Nuk bëhet për akomodimin e të drejtave të individëve, e ambicjeve politike të individëve. Në këtë rast të ndryshime kushtetuese po bëhen për të përmbushur ambicjet e individit. E individit në këtë rast individi kush është? Vjosa Osmani që e ka nicuar para, se po pretendon se po të del në popull e ka votën popullore. E unë po e garantoj se ajo ka ardhur, duke e tralltuar herë partinë e vet, që e ka marrë 20% Lidhjes Demokratike dhe e ka shkatruar shifën e ku ka qenë. Është futur në lëvizjen vetëvendosje e cila ju e dini se ka qenë dikun te 18-19 diçka 60% dhe e ka ngrit në atë periudhë bukur lart me ato 20% që ja dërgoi. Dhe kur u bën zgjedhja e Nistenitës, këta ishin të gjithë penalizuar për aktet me mjete terroriste ndaj institucioneve të Kosovës. Mos harroni kur i kanë kallë institucionet, edhe policë për zgjalli. Dhe mbeti Vjosa Osmani në krye të listës dhe i mori vota televizës vetëvendosje të gjitha. Edhe ka Për që sot nuk i ka ato vota. Dhe kja ka kriju bindjen vetë se kjo vërtet i ka pas 300.000 vota. Kur si ka pas? Nuk kanë qenë votat e saj? Po absolutisht jo, kanë qenë votat e listës televizës vetëvendosje, kjo është në krye të listës. Për shkak të koalicionit ishte e dyta pas Kurtit. Që sot nuk i ka një përkrahje nga vetëvendosja është parë. Zotri Berisha, edhe me faktin që nuk është propozuar fare, sepse vetëvendosja në këto momente e kishte propozuar Glauko Njusi. Dhe tash po ke shpërdor pozitën e presidentit.